Sot ndërkaq ka hyrë në fuqi vendimi i nënshkruar dje nga Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë në lidhje me çmimet tavan për naftën. Sipas njoftimit të ministres Mimoza Kusari Lila, masat mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport dhe mbrojtja konsumatorit do të vazhdojë përmes këtij vendimi, i cili përcakton se nafta ka hyrë në dogan me çmim prej 1.77 euro për litër dhe bashkë me akcizën dhe TVSH-n mund të shitet jo më shumë se 1.91 euro për litër. Benzina në anën tjetër ka hyrë në dogan me çmime 1.30 euro për litër, ndërsa në tregun vendor mund të shitet jo më shumë se 1.44 euro për litër, kjo bashkë me marzhën tregtare maksimale që është 12 cent për litër për shitjet me pakicë. Nafta nuk mund shitet më shumë se 2 euro e 3 cent. Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomik që ta respektojnë vendimin, sepse çdo shkelje do trajtohet me masa ndëshkuese, duke përfshirë ndëshkime retroaktive nga Inspektorati i Tregut dhe ATK-ja. Është Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, e cila sot ka njoftuar se hetuesit policor nga Drejtoria për hetimin e krimeve të luftës me urdhër të PSRK-s kanë arrestuar personin me inicialet AD në ndyshimin për kryerjen e veprës penale krime lufte kundër popullsisë.